Mirëmëngjes në hapësirën informative Shqipëria Sot. Unë jam Kasandra Pali dhe së bashku do jemi në minutat në vim për të parë të gjitha zhvillimet kryesore të deritanishme. Ndalim me njëherë tek ngjarja rënd e regjistruar në Bushnesh të Mamurasit, ku një konflikt verbal për përparësi në rrugë përfundoi tragjikisht për 57 vjeçarin Pjetër Ndou. Se si ka ndodhur kjo ngjarje dhe kush është autori, do lidhemi për të dhënat më të fundit me kolegen Blona Prengsa. Leona, të përshëndes, si ka ndodhur kjo ngjarje rënd dhe kush është autori, çfarë dihet deri më tani për vdekjen e 57 vjeçarit? Kasandra, të përshëndes. Në fakt ka qenë një konflikt i nisur mes dy drejtues të automjeteve, një konflikt fillimisht verbal dhe më pas i kaluar dhe në konflikt fizik, ku si pasojë e kësaj ngjarje mbeti viktim 57 vjeçari Petrit Ndou. Ky i fundit drejtonte një nga automjetet e përfshirë në këtë konflikt. Sipas informacioneve që ne kemi arritur të marrim deri në këto momente, fillimisht ka patur të dy drejtuesit e automjeteve kanë folur me njëri tjetrin dhe kanë kërkuar që të largohen nga automjetet e njëri tjetrit pasi ndodheshin shumë afër. Kjo për shkak edhe të përparësisë së dhënë në rrugë dhe më pas mes automjeteve ka patur edhe një gërvishje dhe kjo ka qenë pikërisht arsyeja që ka vazhduar dhe konflikti mes 57 vjeçarit dhe 28 vjeçarit. Ka qenë 28 vjeçari autori i ngjarjes i cili ka goditur 57 vjeçarin me çekiç dyshohet deri në këto momente. Në fakt edhe arma çekiçi në fakt është gjetur në vendin e ngjarjes nga ana e grupit hetimor. 57 vjeçari ka marrë plagë të rënda në kokë nga ana e 28 vjeçarit autor Andi Vakri, i cili është arrestuar nga forcat e policisë menjëherë pas ngjarjes. Lidhur me këtë ngjarje janë marrë në pyetje edhe persona të cilët mund të kenë ndjeni pikërisht familjar të 28 vjeçarit, por edhe familjar të viktimës. Ka qenë ky pikërisht konflikti mes tyre për shkak të automjeteve, i cili ka çuar edhe në humbjen e jetës së një personi, përkatësisht 57 vjeçarit Petrit Ndou. Nga ana tjetër, fakti që Petrit Ndou ndodhej në orët e para pas mesnate në aksin rrugor Krujë Mamuras, ka qenë pikërisht se ky i fundit ka qenë duke u kthyer nga një festë i cili ka marrë pjesë, ndërkohë pikërisht konflikti për gërvishjen e automjeteve ka çuar edhe në konflikt fizik mes dy të përfshirëve dhe më pas goditjet e rënda që 57 vjeçari ka marrë në kokë kanë bërë këtë të fundit që të humbas jetën. E kuptoj. Blona, faleminderit për raportimin e drejtë për drejtë. Vritet në burgun Korydallos në Greqi i dënuari shqiptar Jani Aliaj, 49 vjeçari, u godit 2 herë me thikë nga një i dënuar grek i cili vuante dënimin për vrasjen e një tjetër shqiptar. Jani Aliaj ishte i dënuar në Shqipëri me burg për jetë për vrasjen e Elton Çiços në Tiranë në 2016. Pas ngjarjes ai ishte arratisur dhe vetëm një vit më parë ishte arrestuar në Greqi, ku u burgos për të shlyer dënimin për një tjetër krim në shtetin grek. I dënuari shqiptar Jani Aliaj, 49 vjeç, është vrarë këtë të hënë në burgun e sigurisë së lartë Korydallos të Greqisë nga një tjetër i dënuar. Mediat në shtetin fqin raportojnë se 49 vjeçari u vra nga 2 goditje me thikë që i dha një tjetër i burgosur grek. I burgosuri që vrau Jani Aliajin këtë të hënë ishte i dënuar për vrasjen e një tjetër shqiptari dhe një ndër të burgosurit më të rrezikshëm të burgut Korydallos. Autoritetet greke po vijojnë hetimet për të zbuluar më shumë sa i përket përplasjes mes dy të burgosurve dhe rrethanave se si u vra 49 vjeçari shqiptar. Jani Aliaj nga Tepelena ishte personi shpallur në kërkim në Shqipëri dhe i dënuar në mungesë me burgim të përjetshëm për vrasjen e Elton Çiços në 1 maj të vitit 2016 në zonën e ish bllokut në Tiranë. Ai rezultonte i kërkuar edhe për një tjetër ngjarje të ndodhur në vitin 2015 në Përmet, ku tentativa e vjedhjes së një sasie të madhe marijuane përfundoi me persona të plagosur. Mbi këtë ngjarje ndaj 49 vjeçarit rëndonin 3 akuza. Jani Aliaj u arrestua në Greqi në 31 dhjetor të vitit 2024 me identitet të rrem,
pasi ishte në kërkim në shtetin fqin, si pasojë e arratisjes nga burgu i Korfuzit, ku po vuante dënimin për vrasjen e një tjetër shtetësi shqiptar atje. Ai ishte dënuar edhe për vepra të tjera penale si plagosje e rëndë, armbajtje pa leje, ngjarje këto të ndodhura në Athinë në vitin 2006. 49 vjeçarit nga Tepelena i kishte mbetur të vuante edhe një vit burg në Greqi përpara se të ekstradohej drejt Shqipërisë. Jani Alia i kishte shpëtuar në të shkuarën 2 atentateve me armë zjarri në Tiranë dhe Gjirokastër, si dhe një sulmi të mëparshëm me thik në burgun e Korydalus në Greqi. Një aksident rrugor me pasojë vdekje në shënuar mbrëmjen e djeshme në Laç si pasojë përplasjes së 2 automjeteve. Viktim ka mbetur pasagjeri 25 vjeçar i identifikuar si Elinor Tusha. Sipas njoftimit të policisë, Aron Zyma u përplas me automjetin që drejtohej nga 23 vjeçari Gentian Xhaferi. Ky fundit së bashku me pasagjerin tjetër, Leandro Fufi, mbetën të plagosur. Ata u dërguan për mjekim të specializuar në spitalin e traumës, ku fatmirësisht ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Agjencia e mbikëqyrjes policore në Elbasan ka ekzekutuar masat e sigurisë ndaj 6 punonjësve të policisë dhe një qytetari. Këta 7 persona janë akuzuar për organizim të lojrave të fatit dhe për shpërdorim detyre. 2 efektiv dhe një qytetar janë vendosur në arrest shtëpie, ndërsa 4 policë të tjerë ndodhen në masën e ndalimit të daljes jashtë shtetit dhe të detyrimit për të paraqitur. Për këtë zhvillim të fundit do të kemi në një lidhje të drejtë për drejtë direkt nga Elbasani kolegen Edisona Skënderi. Edisona, të përshëndes, cilat janë të rejat që kemi nga ky aksion i Agjencisë së mbikëqyrjes policore? Të përshëndes, Katandra, ka qenë një operacion i cili është udhëhequr nga Prokuroria e Rrethit Gjyqësor të Elbasanit, e cila ka kërkuar edhe caktimin e masave të sigurisë ndaj 6 punonjësve të policisë, por gjithashtu edhe një qytetari i cili është vendosur tashmë në masën e sigurisë. Sipas hetimeve të zhvilluara nga Prokuroria e Rrethit të Elbasanit për 6 punonjësit e policisë, mendohet paraprakisht dhe bazuar në faktet e arritura nga grupi hetimit se të 6 punonjësit e policisë në bashkëpunim me njëri tjetrin favorizonin vënien e basteve të cilat konsiderohen të palishme, duke shkelur kështu edhe ligjin për lojrat e fatit. Konkretisht, sipas informacionit zyrtar të dhënë nga Agjencia e mbikëqyrjes policore, bëhet me dije se në masën e sigurisë është vendosur shtetasi nënkomisar Redon Tafilaku, i cili mban detyrën e specialistit për krimet pranë stacionit të policisë në Manës të komisariatit të Durrësit. Gjithashtu ka masë sigurie për shtetasin e identifikuar si Enea Kaplani me detyrë ndihmës specialist dhe kontrollor në pikën kufit të migracionit në Morin. Po ashtu, në Prokuroria e Rrethit të Elbasanit ka vendosur në masën e sigurisë dhe i ka ndaluar limin jashtë vendit të shtetasit Ilir Tafa, banues në qytetin e Tiranës. Masa detyrim paraqitje është dhënë për të paktën 4 punonjës të policisë, mes të cilëve shtetasin Denis Sinani, i cili mban detyrën e shefit të seksionit në komisariatin e policisë të Devollit, dhe shtetasi tjetër Andi Molla me detyrë nënkomisar dhe përgjegjës turni në pikën kufitare të Morinës. Po ashtu, Prokuroria e Elbasanit ka kërkuar masën dhe është miratuar masa për inspektorin Gëzim Beqiraj me detyrë ndihmës specialist dhe kontrollor në pikën në kufitare të migracionit në Morin. Personi tjetër është një punonjës i sektorit special të ndërhyrjes, e njohur ndryshe si Renea, shtetasi me inicialet ED, gjithashtu ka marrë masën e sigurisë nga Prokuroria e Elbasanit, e cila e ka kërkuar bazuar në hetimet që ka nisur që prej vitit 2025. Gjithashtu bëhet me dije në komunikatën zyrtare të
Agjencisë Mbikëqyrjes Policore se në cilësinë e provave materiale janë sekuestruar të paktën 7 aparate celulare të cilat kanë ndihmuar në zbulimin e hetimit. Edison Askanderi, faleminderit për raportimin e drejt për drejt. Policia e Durrësit ka arrestuar 2 persona pasi dyshohet se drejtonin automjetin në gjendje të dehur dhe ofruan para për të korruptuar policët në mënyrë që të shmangnin testin e alkoolit. Përmes një njoftimi, policia e Durrësit thotë se në pranga kanë rënë edhe 2 shoferë të tjerë, njëri për drejtimin e mjetit në gjendje të dehur dhe tjetri për drejtim automjeti pa patent dhe në ndikimin e alkoolit. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë për veprimet të mëtejshme hetimore. ABC News ka ndryshuar kanal. Si ta gjeni? E thjesht. Bëni kërkim automatik në televizorin tuaj, dekodrat digital dhe Tring dhe ABC News do të shfaqet në listën e kanaleve tuaja. Ne jemi kudo. Mbushen plot 15 vite nga krimi shtetëror i 21 janarit, ku në protestën përpara kryeministrisë aso kohë kanë humbur jetën 4 protestues në bulevard. Nesër pritet që të ketë edhe një ceremoni përkujtimore. Do lidhemi për të tjera detaje me kolegen Greta Bullari. Greta, të përshëndes, pritet një ceremoni përkujtimore ditën e nesërme për 21 janarin, por duhet thënë që kanë kaluar 15 vite dhe kemi një drejtësi të munguar për këtë ngjarje të rëndë, apo jo? Si çdo vit edhe këtë 21 janar, familjar, eksponent të lartë të Partisë Socialiste do të përkujtojnë ditën e nesërme në orën 10 në bulevardin Dëshmorët e Kombit dhe 4 protestuesit të cilët u vran në 21 janarin e vitit 2011 në protestën e thirrur nga opozita aso kohe, e cila drejtohej nga Edi Rama kundër qeverisë së zotit Berisha. Duhet thënë në fakt që ditën e nesërme pritet të zhvillohet një ceremoni shtetërore, sikundërse është bërë tradit ku ministra, deputet, figura të larta politike, familjar do të vendosin trëndafila të kuq në 4 pllakat ku në 15 vite më parë janë vrarë dhe 4 protestuesit. Konkretisht Alex Nika, Ziver Veizi, Ekuran Deda dhe Faik Myrtaj. Duhet thënë në fakt që për 15 vite ende nuk ka drejtësi për këtë vrasje shtetërore në bulevardin Dëshmorët e Kombit 15 vite më parë, ndërkohë që më herët edhe vetë socialistët pak ditë më parë kreu i grupit parlamentar Tauland Balla i bëri thirrje organeve të drejtësisë që të zbardhin dhe të hetojnë këtë krim shtetëror, duke zbatuar kështu edhe vendimet e gjykatës së lartë dhe të Strasburgut për këtë krim shtetëror, i cila e ka zënafillën në 21 janarin e vitit 2011, kur aso kohë qeveria drejtohej nga Sali Berisha dhe ministër i brendshëm ishte Lulzim Basha. Greta Bullari, faleminderit për raportimin. Do mbetemi po në fakt tek krimi shtetëror i 21 janarit, ku edhe sondazhi ABC News i publikuar ditën e djeshme tregon se shumica e shqiptarëve fajson SPAK dhe gjykatat për mungesë vullneti në vendosjen e drejtësisë. Sondazhi tregon për herë të parë pas disa muajsh një ngritje me 3 pikë të socialistëve, duke thelluar në 22 pikë diferencë me demokratët, të cilët kanë mbetur në vend. E mërkura shënon 21 janarin e 15 me 4 viktima, por pa drejtësi. Po faj, pse mbetet jetim nga drejtësia? Kësaj pyetje pas një dekade gjysmë, shumica dërmuese e shqiptarëve, 63%, i përgjigjen me mungesën e vullnetit nga drejtësia për të zbardhur ngjarjen plotësisht dhe vendosur autorët para përgjegjësisë. 19% e cilësojnë drejtësinë pa aftë, kurse vetëm 17.5%, kryesisht demokrat, mendojnë se s'ka prova. Por cila ishte përgjegjësia e qeverisë së atëhershme të Sali Berishës dhe opozitës së Edi Ramës? Rreth 27% apo demokratët fajsojnë Ramën se i çoi protestuesit drejt një masakre të paralajmëruar. 25.4% mendojnë se Rama ishte po aq fajtor sa Berisha. Por 48% apo socialistët kanë një peng nga ajo ditë, faktin që Edi Rama dhe Partia Socialiste nuk e çuan protestën deri në fund. Sa për përgjegjësinë e qeverisë së Partisë Demokratike në 21 janar,
Gati 63% e shqiptarëve shprehen të sigurt se Sali Berisha kreu krim shtetëror duke vrarë qytetarët e vet. Vetëm demokratët, 18% mendojnë se mbrojti shtetin. Pavarësisht se kanë kaluar 15 vite, shqiptarët mendojnë se 21 janari duhet të jetë dosja prioritare e SPAK dhe drejtësisë së re. 40% e cilësojnë çështje kryesore për të hetuar. 25.7% mendojnë se duhet hetuar korrupsioni aktual i qeverisë, ndërsa 34% korrupsionin e të gjitha qeverive. 2026 nuk është një vit elektoral, po ka nisur thuajse si i tillë. Partia Socialiste nga njëra anë ecën drejt reformave dhe integrimit europian. Nga ana tjetër Edi Rama ka marrë ftesën zyrtare nga presidenti i Shtetet Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, për bordin e paqes. Në fillim të këtij vitit gjatë, partia e cila qeveris vendin ka shtuar mbështetje 3.2% për herë të parë pas zgjedhjeve të 11 majit, nga 44% në 47%. Partia Demokratike, e cila e nisi vitin aty ku e la, me foltore, protesta dhe revolucione, mbetet aty ku e la, në 25%. Po ashtu dhe partitë e vogla, ato mes revolucioneve imagjinare kundër Ramës dhe refuzimit të ftesave të Berishës, po treten të vetmuar. Shenjë e kësaj ishte edhe protesta e Qorit, e cila nuk ishte më pak, por as më shumë se foltoria e Sali Berishës, pak minuta më herët, poshtë dritare së kryeministrit. Martesat fiktive dhe konfliktet familjare, por reflektohen gjithnjë më shumë në sallat e gjykatave të Fierit. Vetëm në 2 vitet e fundit janë regjistruar edhe 29 padi për çnjohje atësie. Do lidhemi me kolegen Valbona Davidi direkt nga Fieri për këtë çështje. Albuna, të përshëndes, është vënë re në Fier një fenomen që lidhet shpesh me proceset e divorcit pa ditë për çnjohjen e atësisë. Si e shpjegojnë përfaqësuesit ligjor këtë fenomen? Po, duke ju referuar faktit se në gjykatën e jurisdiksionit të përgjithshëm të rrethit të Fierit, angazhimi kryesor sa i takon padive civile dhe veçanërisht atyre të marrëdhënieve familjare janë pikërisht paditë për divorc, të cilat kryesojnë në listën e padive civile prej vitesh tashmë, duke e konsideruar ose duke e bërë Fierin të jetë një nga qytetet me një trend të lartë divorcesh, sa i takon marrëdhënieve familjare. Mund të thuhet edhe se ka një trend tjetër, pikërisht ai. Mirë, duket se kemi një vështirësi me kolegen Valbona Davidi, sikundër edhe ajo për raporton në këto momente, bëhet fjalë për 29 padi për çnjohje atësie në vetëm 2 vitet e fundit, po Valbona për të vijuar. Isha duke thënë se kemi të bëjmë me një numër të lartë divorcesh dhe fakti se kemi të bëjmë me një numër apo me një trend në rritje të padive për çnjohje atësie, duket se ka të bëjmë me këtë. Pra pikërisht me shoqërimin që i bëhet këtij procesi edhe me paditë të tjera, siç është në rastin konkret paditë, siç janë paditë për çnjohje atësie. Në 2 vitet e fundit kanë qenë 29 padi për çnjohje atësie, përkundër 6 padive për njohje atësie, që do të thotë se e shpjeguar në logjikën e shifrave mund të thuhet se këto padi shoqërojnë divorcet. Por avokatët, përfaqësuesit ligjor që janë përditë në gjykata dhe që merren me zgjidhjen e martesave dhe proceset që lindin pas këtyre konflikteve, tregojnë një tjetër anë, pikërisht atë të martesave fiktive, që reflektohet pikërisht ose veçanërisht në paditë për çnjohje atësie. Sepse sipas avokatëve, konkretisht avokati Erlis Goxhaj, i cili ka folur në një intervistë për ABC News, sipas tij janë padi që bëhen në rastet e martesave fiktive, sepse legjislacioni shqiptar ka një periudhë kohe të caktuar në të cilën nëse një fëmijë lind brenda një martese, ai është fëmijë i lishëm i babait zyrtar, pra i bashkëshortit zyrtar të gruas që sjell në jetë fëmijën. Por çfarë ndodh? Ajo që ndodh dhe ajo që duket se ndodh në mashtrim të ligjit në fakt, janë pikërisht martesat fiktive, të cilat janë shtuar dhe janë të rritura në numër, mbetet i pa verifikuar apo pa konfirmuar si shifër apo si informacion numri i martesave fiktive, në raport me ato që janë martesa faktike dhe zyrtare. Por duket se reflektimi në shifra i padive për çnjohje atësie ka të bëjë pikërisht me këto. Rasti kur bashkëshortët zyrtar marrin mbiemrin e bashkëshortëve të tyre për ta anashkaluar
dëbimet që janë bërë në vendet e Bashkimit Evropian dhe për të vazhduar të udhëtojnë sërish në vendet e Bashkimit Evropian, pra duke përdorur këtë metodë ose këtë hapësirë që lejon ligji në fakt dhe që nuk mund ta vërtetoj nëse kemi të bëjmë me martesë fiktive apo me martesë reale, bëjnë që të kemi dhe martesa fiktive, por nga ana tjetër, një fëmijë që lind në periudhën kur kjo martesë është e vlefshme, pra pa shkuar në divorc edhe ai fiktiv, të quhet pra fëmijë i lishëm i kësaj martese. Nga ana tjetër, fëmia është i martesës faktike, i gruas me baban, me bashkëshortin real apo faktik. Gjë që çon në një konflikt i cili duhet zgjidhur nëpërmjet gjykatës, duhet bërë padi për çlloje atësie dhe më pas të vazhdohet me procedurat edhe për zgjidhjen e martesës fiktive. Avokati Erviz Guxha në fakt e ka shpjeguar se si funksionon në fakt dhe çfarë bën që të kemi shifra të tilla sa i takon padive për çlloje atësie. Mund ta ndjekim. Ka tendencë në rritje për disa faktorë. Një nga faktorët janë pikërisht këto martesat fiktive, ku le të themi po e bëjmë më praktike. Një vajzë për të ndihmuar dikë, martohet me atë duke qenë zyrtarisht e martuar në gjendjen civile, por ndërkohë bashkëton me personin që vërtet do dhe kërkon që të krijojë familje. Tani çfarë ndodh? Në afatin kohor që kjo vajzë është martuar dhe pret që bashortin me letra të rikaloj me mbiemrin e saj me letrat e reja, me dokumentacionin e ri në Bashkimin Evropian, kalon një periudhë kohe ku vajza në fjalë mund ngele dhe shtatzan me bashortin që bashkëton vërtet, faktikisht. Tani, për ta zgjidhur këtë, është vetëm gjykata. Kalon një kohë e caktuar, sepse duhet të rikthehet personi që ajo ka me dokumentacion për të bërë o zgjidhje martese ose pavlefshmëri martese, dhe ligji ka parashikuar që në këtë periudhë kohe, nëse kjo vajzë e lind fëmijën, pra brenda 300 ditëve që parashikon kodi familjeve, ky fëmijë lind, në mënyrë automatike me ligj konsiderohet si fëmia e djalit që kjo ka me dokumentacion, pra me letër, me martesë ligjore, jo me personin që bashkëton vërtet. Dhe për ta bërë këtë gjë, pra për t'i hequr atësinë personit që ka me letra, i bie që t'i drejtohet gjykatës me heqjen me kundërshtimin e atësisë. Pra, një numër i konsiderueshëm ndodh për shkak të këtij fenomeni. Dhe ndodh për arsye se kemi shtrirje në kohë dhe nga hedhja e kërkesës padisë, si për zgjidhje, si për pavlefshmëri, deri në zgjidhjen përfundimtare, gjykata do kohë. Po, Valbona, ndoqëm kështu dhe intervistin që ke kryer me avokatin, e shpjeguar qartë, faleminderit edhe për raportimin e drejt për drejt. Ne kemi një shkëputje dhe do rikthehemi sërish me Shqipëria Sot. Jemi rikthyer në këtë transmetim të drejt për drejt, ndalemi me një herë tek një informacion i minutës së fundit. Ministri Edi Rama, vetëm pak minuta më parë, njofton se i ka dërguar presidenti Donald Trump përgjigjen e ftesës për të marrë pjesë në bordin e paqes. Rama thotë se ky angazhim do i prezantohet së shpejti edhe kuvendit për miratim, ndërkohë në këto momente ndalemi për të lexuar të plot letrën që kryeministri Edi Rama i dërgon presidentit Donald Trump. I nderuar zoti president, ju shkruaj për të shprehur vlerësimin tim më të thellë për angazhimin tuaj të fortë dhe udhëheqjen vizionare në themelimin e bordit të paqes, si edhe për t'ju falenderuar sinqerisht për ftesën që më keni drejtuar personalisht për të qenë pjesë e tij, si edhe për ftesën drejtuar vendit tim, Republikës së Shqipërisë, për të shërbyer si antare themeluese. Në një kohë kur konfliktet dhe përçarja dominojnë shumë shpesh panoramën ndërkombëtare, paqja duhet formsohet aktivisht dhe jo të pritet pasivisht, ta diskutohet pafundësisht në forume politike, teksa përreth globit jetë pafajshme humbasin kotësisht çdo minutë. Bordi i paqes shfaqet si mishërimi i kësaj domosdoshmërie urgjente. Duke trajtuar njëkohësisht pasojat e menjëhershme të konflikteve dhe shkaqjet më të thella strukturore që prodhojnë paqëndrueshmërinë, kjo nismë ka potencialin që të shndërrohet në një model vërtet transformues të ndërtimit të paqes në nivel global. Duket qartë se për të qenë një organizatë e re ndërkombëtare, Bordi i Paqes nuk
nuk është konceptuar si një forum tjetër deklaratash, procedurash dhe përgjegjësisht të shtyra në kohë, por si një instrument i përqendruar dhe qëllim plot i udhëheqjes dhe përgjegjësisë globale. Kur filtrohet pafundësisht përmes shtresave të procedurave, paqja shumë shpesh mbërrinte për vonë. Kjo nismë mëshiron me plot të drejtë kuptimin se koha, qartësia, mandatit e përgjegjësia personale në nivelin më të lartë janë vetë instrumentet paqes. Prandaj është një kohësisht privilegj dhe nder të shpreh gatishmërinë time të plot për të kontribuar në këtë përpjekje të rëndësishme dhe për të bërë tërësisht pjesë e një angazhimi të përbashkët që synon ta përkthejë vizionin në veprim. Republika e Shqipërisë ka qenë prej kohësh një aleate e palokundur e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, e lidhur nga vlerat përbashkëta, respekti ndërsjellë dhe një përkushtim i përbashkët ndaj lirisë, demokracisë dhe sigurisë ndërkombëtare. Populli shqiptar do ta kujtojë gjithmonë dhe do ta çmojë vazhdimisht rolin parimor dhe vendimtar të Shteteve të Bashkuara të Amerikës drejt vendosjes së paqes dhe stabilitetit në rajonin tonë në momente kritike të historisë sonë përbashkët. Në këtë frym të qëndrueshme partneriteti, dëshiroj të ritheksoj se Republika e Shqipërisë qëndron me vendosmëri krah Shteteve të Bashkuara të Amerikës në të gjitha përpjekjet për promovimin e paqes, sigurisë dhe angazhimit konstruktiv global. Duke pritur me interes të kontribuoj në suksesin e misionit të Bordit të Paqes, ju lutem pranoni zoti president dhe kryetari i bordit shprehjen e konsideratës sime më të lartë. Me respekt Edi Rama, është kjo letra e publikuar edhe nga vetë kryeministri që i ka dërguar presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës si një përgjigje për të marrë pjesë në Bordin e Paqes dhe ky angazhim do i përcillet edhe kuvendit për miratim. Interesi për paketën e maleve po rritet ndjeshëm në bashkinë e Vaut Dejës, rreth 200 qytetarë kanë aplikuar deri më tani për të përfituar nga ky program mbështetës. Lidhemi deri nga Shkodra me kolegun Simon Shkreli. Simon, të përshëndes, si paraqitet ky interes nga ana e qytetarëve për të përfituar nga programi mbështetës i qeverisë për paketën e maleve dhe cila është zona që ka më së shumti interes? Atëherë, siç e thatë edhe ju, janë 200 aplikime, Kasandra, në bashkinë e Vaut të Dejës që kanë shfaqur, pra janë rreth 200 qytetarë të ndryshëm, bizneset të cilët kanë shfaqur interes për të investuar në kuadër të paketës së maleve, një projekt i qeverisë shqiptare i cili bën të mundur edhe investimet në zonat të ndryshme. Zonat më të preferuara kryesisht janë zonat në luginën e Drinit, duke qenë se zona Vaut të Dejës është bashkia e cila ka liçenin e Vaut të Dejës, liçenin e Komanit, një pjesë liçenit të Komanit dhe është kthyer në një atraksion turistik, pavarësisht se pjesa ku reklamohet lumi i Shalës ose zona që njihet ndryshe tek Blini i takon si territor bashkisë së Shkodrës, por që udhëtimi bëhet përmes luginës së lumit Drin dhe është një zonë mjaft atraktive, prandaj interesi është shumë i lartë. Edhe ka interes edhe në zonat tjera cilat përfshin si zonën e Bushatit, fshatrat e Bushatit, apo njësitë administrative të Bushatit, fshatrat Barbullush, Nënshat, Hajmel, pra të cilat përfshin në këtë paket. Për më tepër, ka dhënë edhe sqarimet e saj edhe drejtoresha juridike e Bashkisë së Shkodrës, Ermelinda Dedaj. Bashkia Vaut Dejës ka hapur aplikimet për paketën e maleve. Të gjithë ftojmë gjithë qytetarët dhe subjektet e interesuara që të bëjnë aplikimin përmes portalit e-Albania. Janë vënë në dispozicion nga ana bashkisë zyrat e shërbimit, të cilët do të asistojnë qytetarët edhe për përgatitjen e dokumentacionit të aplikimit, por njëkohësisht edhe për hedhjen e aplikimit online në portalin e e-Albanias. Lidhur me dokumentacionin shoqërues që duhet ketë kërkesa, mundeni të konsultoheni me faqen zyrtare të Bashkisë Vaut Dejës, ku është udhëzimi bashkë me dokumentacionin që do t'i bashkëngjitet kërkesës, por njëkohësisht ne jemi në dispozicion për t'i asistuar qytetarët edhe pranë bashkisë gjatë gjithë orarit zyrtar, lidhur me çdo paqartësi që ato kanë. Atëherë, në hapjen e aplikimeve për paketën e maleve janë shfaqur rreth 200 shprehje interesit, kryesisht në zonën e luginës së Drinit, por edhe në zona të tjera lidhur me zhvillimin bujqësor edhe agro
filltari. Bëjmë edhe një thirrje të fundit për gjithë qytetarët dhe subjektet e interesuara që të vijojnë lidhur me aplikimet përfundimtare të cilat do shërtohen nga ana jonë për të gjithë poseduesit faktik të këtyre pronave. Mirë, Simon, ndoqim kështu dhe intervistën që ke kryer me drejtoreshën e drejtorisë ligjore dhe aseteve në Shkodër. Faleminderit edhe për këtë raportim të drejtë për drejtë. Të gjitha familjet që pësuan dëme nga përmbytjet do të dëmshpërblehen. Ministri i Bujqësisë tha në Pogradec se po kryhen verifikimet e dëmeve në zonat e goditura dhe fatura financiare do i përcillet qeverisë. Fermerët e dëmtuar nga përmbytje do dëmshpërblehen nga paketa financiare e qeverisë shqiptare. Nga Pogradeci, Ministri i Bujqësisë Andi Salla tha se pas përfundimit të procesit të evidentimit të dëmeve nga grupet e punës në terren, do hartohet bilanci përfundimtar që do i përcillet qeverisë. Ne do të jemi si Ministri i Bujqësie në proces të plot për gjithë evidentimin, edhe nga ana jonë, por edhe ndaj bashkisë, cilët janë duke e bërë këtë punë më së miri për të adresuar dhe për të pasur në një paket të plot dhe të dim dëmet çfarë dhe si do të jemi ne ndaj qytetarëve për t'i mbështetur, por edhe për të vazhduar një bujqësi më të shëndetshme dhe duke investuar edhe ndaj bashkive në argjenatura, në kanalet dhe në çdo thirrje të cilët ne kemi hapur ndaj bashkive, por edhe procesin e financimit që do të bëjmë ndaj buxhetit që kemi në Ministrinë e Bujqësisë. Do të ketë dëmshpërblime? Po, patjetër. Ministri theksoi se dëmshpërblimi do përfshijë të gjithë fermerët e prekur, ndërsa paralelisht po zhvillohen dëgjesa publike për skemat kombëtare të mbështetjes. Ne jemi para skemës kombëtare, ku duhet që të parafrojmë, ato janë buxheti i tyre, janë paratë të cilët janë akorduar ndaj qeverisë shqiptare për fermerët në Ministrinë e Bujqësisë, siç është skema e çdo viti, ne kemi një paket prej 52 milion eurosh, mund të themi, të cilët janë për fermerët. Ne po i dëgjojmë si janë, çfarë duan, kushtet, problemet, shqetësimet, sugjerimet e tyre për t'i parafruar ndaj legjislacionit i cili është në Bashkimin Evropian që ne duhet të akreditohemi dhe të merremi në çdo bazë ligjore të saj, në mënyrë që ne ta përshtasim me kërkesat e çdo fermieri shqiptar. Dëgjesa publike e radhës do zhvillohet në Korçë, një prej zonave me dëme të konsiderueshme në kulturat bujqësore. Mirë, kemi mbritur kështu në fund të Shqipëria Sot. Të tjera zhvillime mund t'i ndiqni duke klikuar në faqen zyrtare abcnews.al, ABC News e ndiqni edhe në radio në frekuencën 105 FM. Vetëm pas pak me edicionin e mesditës do jeni me kolegen Fabiola Hoxha, në bashkë ndajemi këtu. Faleminderit për vëmendjen.